Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po takohemi me një histori shumë të dhimbshme. Në fakt në redaksin ton ka mbërritur historia e Suelës, një vajzë që sot më shumë se kur është falenderuese në jetën e saj. Suela është rritur me një dashuri shumë të madhe, por jeta i ka sjellë drama vërtet të vështira. Ajo ka mbetur jetime që në moshën 4 vjeç, ku prindërit e saj kanë ndruar jetë në një aksident automobilistik dhe është rritur me gjyshen e saj. Është rritur me gjyshen, por gjyshja nga mosha që ka patur ka ndruar jetë. Unë do filloj të lexoj historinë të cilën Suela më ka shkruar dhe më besoni që do shikoni një dramë shumë të keqe në këtë rast. Përshëndetje Tiranë. Unë që po shkruaj jam Suela, si origjin jam nga Fieri, por tashmë e disa vite jetoj në Zvicër. E dhimbshme për të ndarë me ju historinë time, por duke dëgjuar historitë e tjera, vendosa që edhe unë të shkruaj. Unë vi nga një familje që, le të themi, nuk kam marrë asnjëherë dashurinë e prindërve, sepse jo që nuk kanë dashur të ma japin, por pati deshje që ato të mos jenë pranë meje. Në moshën 4 vjeç, unë nuk e mbaj mend, por ma ka rëfyer gjyshja ime historinë. Unë humba prindërit e mi në një aksident automobilistik. Në vend të dy prindërit, në aksin rrugor Fier-Tiranë, humbën jetën dhe unë mbeta jetime. Gjyshja ime me të gjitha hallet që kishte, imagjinoi jeta në Shqipëri dhe ato vite sa e vështirë ka qenë, nuk më hoqi kur nga dora, por më rriti dhe u kujdes pafund për mua. Vitet po kalonin e unë po rritesha, por nënka ime, ashtu siç unë e thrisja, ishte më e vjetër në vite, më e vjetër në fytyrë se sa nënat të cilat shoqet e mia i kishin. Edhe teksa unë një ditë po e pyes që tani kur po e mendoj në fakt më vjen shumë turp në moshën në të cilën kam, por në ato vite e kam pyetur gjyshen time, atëherë nënën time, sepse ajo ishte më e plakur se të gjithë nënat që vinin në shkollë. Mbaj mend që ka ulur kokën edhe ashtu e mërzitur më pati thënë që më ka plakur jeta, më kam plakur sfidat që unë i kalova. Gjithë jetën kam menduar që i me më ishte ajo, por kur unë u bëra në moshën për të kuptuar, në moshën që unë duhej më të merja jetën time në dorë, edhe pse gjyshja ime ka punuar pafund, ajo punonte në shumicën e punëve dhe shumë pak, le të themi, historinë tonë e njihnin sepse e dinin që unë jam vajza e saj. Ajo mua më tregoi realitetin e jetës. Më tregoi të vërtetën që prindërit e mi kanë ndruar jetë dhe ajo që mua më kishte rritur dhe kishte sakrifikuar apo flijuar jetën e saj për mua, ishte gjyshja ime. Ka qenë një shok i madh për mua, kujtoj që jam mbyllur në një dhomë të vogël që kishim në apartamentin ton të vogël, edhe kam qarë aty me dënesë. Pas një jave që unë kalova e mërzitur, shkoja në shkollë e trishtuar, rija e mërzitur, i kam kërkuar gjyshes time të paktën një fotografi që unë të njihja prindërit e mi dhe të shikoja fytyrën e tyre se apo le të themi kujt i ngjasoja. Gjyshja ime me patjetër që hapi zyrtarin e saj, apo atë arkiv që e kishte mbajtur, të fshehur me vite të tëra brenda atij apartamenti të vogël që unë nuk e kisha zbuluar dot kurrë. Dhe më tregoi fytyrën e Timati. Ishte një fytyrë që unë e kisha parë më herët dhe në fakt më ishte prezantuar si një kushëriri jon i largët. Dhe gjyshja kishte bërë fotografit me të për të ruajtur kujtimet e familjes. Ditët kalonin, gjyshja ime ndroi jetë, le të themi për moshën që kishte, i ndrimi jetës në pleqëri. Dhe unë mbeta
në kujdesin, le të themi, të xhaxhait, nuse të xhaxhait, sepse ishim një familje shumë e madhe. Por nënka kishte dashur që të jetojë me mua në shtëpinë e babit tim, në apartamentin e babit tim dhe mos lëvizte fare. Pas 4 muajsh që gjyshja ime ndroi jetë, unë u njohta me një djalë që jetonte në Greqi. Nuk e bëm shumë gjatë njohjen, sepse ato thonin që unë jam jetime dhe vendosëm që të fejoheshim. Nuk ishte ndonjë dashuri wow, por në atë kohë unë kisha dashurinë time të parë dhe nuk e njihja dashurinë se si është, apo shkurt e shqip nuk kisha besuar në këto wow-t. U fejuam dhe me një herë u martuam, por pa dasëm. Ai sillej në një mënyrë shumë interesante me mua. Thënë ishte i ftohtë, ishte i egër dhe gjithmonë i pengonte ky fakti pse unë isha rritur jetime dhe të rritesh ke jetime që nke njëri pa ndjenjë. Të paktën kështu mi thonte ai. Vjera ime, nëna e tij, nuk kishte asnjë lloj raporti me mua. Ishte shumë e ashpër, ishte shumë e keqe dhe kur nuk ma dha atë mundësinë që unë ta ndjej zemrën e saj si zemrën e nënës sime. Ishte mungesa që unë e kisha më të madhe në jetën time. Ishte mungesa që unë gjithmonë e vuaja dhe qaja me lot përse unë kur nuk e kam djerë. Ishte një dashuri që më mungonte pafund. Urrejtja ndaj meje kaloi deri në ato nivele sa që ato filluan të përdorin edhe dhunën tek unë. E mbaj mend shumë mirë, ishte natë e ejte. Ka qenë ora 1 e mesnatës kur im shoq erdhi i pirë dhe filloi të më rrehë si çmendur, dhe unë nuk e kuptoja dot arsyen pse e bënte këtë gjë. Vjera ime nuk po e ndihmonte fare që mua të më largohej, por ajo po e ndihmonte vetëm e vetëm që ai të krijonte sa më shumë situatën dhe mua të më merrej shpirti. Dhe dhuna filloi të jetë e pranishme në shtëpinë tonë pothuajse 5 muaj me radhë, derisa unë vendosa që të largohem nga aty. Dëshironin me patjetër që unë të mbes shtatzën, por unë nuk mundesha dot ta toleroj shtatzaninë në një familje ku mua më dhunonte dhe çdo ditë ma bënte të qëndrush me faktin se unë jam jetime. Tiron, që të them, 5 muaj për mua në atë shtëpi kanë qenë 5 vite. 500 vite. 5000 vite. Vetëm ai astiku ku unë veja kokën në krevat mund ta ndjente se çfarë unë kam kaluar. Se çfarë trishtimi, dhe e vetmja gjë që unë kërkoja ishte ku të kisha babain tim që të vinte dhe t'i jepte një boks fytyrës këtij burit tim dhe mos kishte më mundësinë që të vente dorë në trupin tim apo të prekte lëkurën time. Ndjesha e vetme, ndjesha e trishtuar, ndjesha e thyer. Me shumë vështirësi ika prej asaj shtëpie sepse unë nuk isha edhe kuror me atë djalë. Unë po rija herën të zezë, herën të bardhë, dhe do bënim kurorën gjatë verës që unë të veja dokumentat të bëja atë Greqisë, por shqyr që nuk u bë. Ika prej aty u ktheva në Shqipëri. Në Shqipëri qëndrova 1 javë tek halla ime, pasi që ua tregova të gjithë të vërtetën. Edhe pse këto tentuan që të më rikthenin përsëri, por unë nuk doja më ta bëja atë gjën. Pas 1 jave gjysmë në Tiranë me një shoqen time të cilën e takova, më bëri mendjen që t'ikim për Zvicër. Atje ku unë do të punoja si një babysitter apo një përkujdesje për fëmijë. Ika në Zvicër sepse mua më duheshte të siguroj lek për veten time. Fillova të punoj në këtë shtëpi, në këtë familje që vërtet ishte një familje e mrekullueshme. Unë e mbaja djalin më të bukur të shtëpisë, djalin e vogël. Aty jetonte zonja në fjalë, që ishte një grua e mrekullueshme, por kishte problem me këmbët dhe kjo ishte arsyeja që nuk mund të mbante nipin e saj. Ishte gruaja që mua më paguante, burri i saj, edhe kunati i këtyre, domethënë një djalë tjetër në shtëpi i cili ishte beqar. Gjatë qëndrimit tim në atë shtëpi unë u lidha me këtë familje, le të themi familjarisht.
I bëra 3 muajt e para dhe më duheshte të kthehem në Tiranë për të ristartuar edhe një herë nga fillimi, që do të thënë, të kthehem në Shqipëri, të kaloj dogan edhe të shkoj përsëri në Zvicër për të ndenjur edhe 3 muaj. Në rikthimin tim të dytë në Zvicër, ky djalë i mrekullueshëm, që ka emrin Albert, filloi të më shfaqë ndjenja. Po kalonim shumë momente bashkë. Po ndanim mendime. Po pinim kafen, se unë nuk isha shok tjetër atje apo shoqe. Dhe ne u dashuruam. U dashuruam shumë me njëri tjetrin. Sot, unë po bëj 2 vite e martuar në këtë familje, që më ka dhënë dashuri, që më ka dhënë respekt, edhe më bëjnë të ndjehem jo familjare, por më e lumtur se kur, më e lumtur se shumë. Pyetja e parë që më ka bërë Alberti ka qenë kjo, çfarë dëshiron nga jeta? Dhe unë i kam thënë nuk dua asnjë gjë tjetër përpos dashurisë familjare. Është e vetmja gjë që më ka munguar gjatë gjithë jetës. Dhe sot dua të falenderoj pafund këtë familje Tiran, që më ka dhënë dashuri, respekt dhe mbi të gjitha, më ka bërë që unë të krijoj një familje. Unë sot jam e lumtur. Unë kam një familje dhe jam e bekuar me Albertin tim. Dua t'i them të dua pafund atij dhe familjes së tij për të gjitha të mirat që keni bërë në jetën time. Ishte kjo historia e Suelës, një vajzë e cila ka kaluar një dramë të madhe në jetë, por që me besim në Zot ne mund të marrim atë që dëshirojmë, dhe Suela arriti ta merr. Andaj që kur mos e lëndon një jetim, se do ta marrë shumë keq bumerang nga jeta. Suela e mori dhuratën të cilën e ndronte në jetë, por ajo familja tjetër ku është sot?